Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Salavatu dhe selamet tona dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Të dashur shikues të PIS TV-s, kam kënaqësinë që të jem përsëri para jush në një komunikim të drejtë për drejtë, në një komunikim përmes cilit shpresojmë dhe do të synojmë që të hyjmë thellë në zemrat e juaja, të ndikojmë në mendjet e juaja dhe e tëra kjo të rezultoj në përmirësimin ton, në shtimin e punëve dhe veprave me cilat në radhë të parë do të jetë i kënaqur Allahu subhanahu wa ta'ala, e pastaj do të jenë të frytshme, e do të jenë të bereqetshme, e do të jenë të begatshme edhe për ne. Takohemi në një format të ri, por me synime dhe qëllime të vjetra, të reja dhe ato cilat na shoqërojnë për të ardhmen. Nga se gjithçka në jetën tonë, nga kaluara, nga tashmja dhe nga ardhmja bashkohet në një pikë. Ajo është të jemi ashtu qysh don Zoti i jon të jemi. Do të jemi në këtë format së bashku, në një seri të re, duke lutur fillimisht Allahun subhanahu wa ta'ala që të na jep bereqet. Na mundsoj ta themi të vërtetën, sepse për atë jemi betuar. Ta themi në formën më të mirë, sepse ashtu na ka mësuar krijuesi. Tu përcjellim mesazh porosi dhe t'u hapim zemrën juve të cilët na përcjellni, na ndjekni dhe i besoni dhe i jetësoni këto mësime. Por dhe çdo kush që ka mundësi të jetë përballë këtyre mësimeve, urtësive dhe porosive, të jetë i bindur se qëllimi i krejtë kësaj është përmirësimi jon. Allahu subhanahu wa ta'ala na dhasht bereqet, na dhasht dituri dhe na mundsoft të ja japim hakun asaj të cilën e trajtojmë. Sepse çdo herë kur ne e themi të vërtetën, çdo herë kur ne arrim që ta përcjellim këtë mesazh madhështor, mesazhin e Zotit tek ju në formën më të mirë, e ju kënaqeni dhe bindni në këto mësime, është sukses i Allahut subhanahu wa ta'ala. Çdo herë e kundërta, atëherë kur nuk arrim ta përcjellim si duhet, atëherë kur kemi mangësi, atëherë kur kemi lëshime dhe atëherë kur kemi defekte gjatë rrugës, padyshim se kjo nuk vjen si rezultat i mangësive dhe dobësive të fesë, por nga mangësitë dhe dobësitë të cilat i kemi ne si njerëz dhe na shoqërojnë neve si njerëz. Në serinë tonë, çka më mësoi Islami? Do të jemi së bashku me mësimet thelbësore, me mësimet parimore, me mësimet jetësore, të cilat duhet të na shoqërojnë neve si besimtar, e pastaj përmes këtyre mësimeve të tregojmë të gjithëve madhështinë e kësaj feje, madhështinë e këtij besimi, madhështinë e mesazheve të Zotit xhalleshanuhu. Çka na mësoi Islami? Islami na ka mësuar shumë gjëra, madje na ka mësuar të tëra. Ajo që neve do të fillojmë trajtimin e kësaj serie është pikërisht nga ky fillim i kësaj shprehje, mësimi dhe Islami. Çka kanë të përbashkët
mësimi, dituria dhe formimi dhe Islami. A jemi të pavarur, a jemi të panevojshëm që t'i kthehemi mësimeve të Zotit pa asnjë dilemë. Njeriu gjithmonë në të kaluarën, në të tashmen dhe në të ardhmen do të jetë gjithmonë i varur nga mësimet e Zotit. Dhe çdo përpjekje e njeriu që të arrijë diturinë e plotë dhe formimin e tij të kompletuar, i shkputur nga mësimet e fesë, është i destinuar që të dështoj. Dhe përvoja në të kaluarën, edhe e tashmja e kanë dëshmuar një gjë të tillë dhe e dëshmojnë në vazhdimsi. Besimtari e ka të qartë. Madje si dielli që rrezon në pikën e ditës, atëherë kur nuk ka madje as vërësira që ta mbulojnë atë. Se njeriu është i mangët dhe ajo që njeriu ka nevojë është të kthehet tek Zoti i tij. Njohja e këtij pozicioni, pra pozicionit ton si rob të Allahut subhanahu wa taala, të cilët kemi nevojë për Zotin, madje nevoja jon për Zotin është aq e madhe sa që nuk mund të pavarësohemi e nuk mund të shkputemi nga kjo nevojë, madje as sa hap edhe mbyll syt. Dhe në momentin që njeriu besimtari e kupton këtë pozitë, atëherë pothuajse është në rrugën e duhur dhe në rrugën e saktë, se nga duhet i bie që të kërkoj dhe ta gjej pastaj ata të cilën e ka humbur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith kutsi, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: O robët e mi, Zoti xhalla shanuhu po na drejtohet e po na tregon: O robët e mi, kullukum dallun illa man hadaytu. O robët e mi, të gjithë jeni të humbur, përveç atyre të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala thot: unë i kam drejtu, e unë i kam udhëzu. Fastahduni ahdikum, kërkani udhëzim, se unë do t'ua jap ata. Allahu subhanahu wa ta'ala është bujar, Allahu xhalla shanuhu është i mëshirshëm. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i ka kriju krijesat e tij, e nuk i ka kriju njerëzit në veçanti që ata të humbin, e të bredhin poshtë e lartë, e në fund të dalin humbës. Përkundrazi, Allahu subhanahu wa ta'ala u ka ndihmu atyre me të dërguar, e u ka ndihmuar atyre me libra të shpallur, që ata ta gjejnë të vërtetën. Ata të mos mbesin të humbur, ata të mos mbesin të devijuar, ata të mos mbesin në udhkryqet e jetës duke mos ditur se nga duhet të ecin dhe cila është rruga e cila i shpije tek shpëtimi në këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala po kërkon nga ne që ta kuptojmë se ne jemi të paditur, ne jemi të humbur, ne jemi nuk arrim dot që me vetveten tonë të pavarur nga Zoti ta gjejmë të vërtetën, e as të arrim deri tek e vërteta. Kjo, edhe pse në shikim të parë duket punë e thjeshtë, është pothuajse esenca e devijimit të çdo kujt që nuk ka arrit me e gjetë vërtetën, e nuk ka arrit me e kërku Zotin xhalla shanuhu, e rrugën e tij përmes dijes se Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhënë atij. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala pasi na tregon përmes këtij hadithi kutsi se cilat janë pozicionet dhe ku jemi ne në këtë rrugtim për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, na sill Kur'anin, librin e fundit, mesazhe me të cilin e mbyll Allahu subhanahu wa ta'ala të gjitha mesazhet paraprake që u ka dërguar pejgamberëve të tij, dhe në këtë Kur'an Allahu xhalla shanuhu e mëson njeriu se si duhet të sillet. E mëson Allahu subhanahu wa ta'ala njeriu se çfarë duhet kërkoj. E mëson Allahu xhalla shanuhu njeriu se nga kush duhet të kërkohet udhëzimi, e cila e përmban pastaj diturinë, formimin,
moralin, sjelljen dhe të gjitha ato të cilat i nevojitet njeriu që ta kaloj jetën e tij suksesshëm dhe të dalë para Allahut subhanahu wa taala gjithashtu suksesshëm. Andaj në kërkesën e parë apo në lutjen e parë që Allahu na ka mësuar në Kur'an që t'ja bëjmë Zotit fuqiplot, Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Fatiha, surë e cila është hapse e kuptimeve të Kur'anit, hapse e mesazheve të Zotit, është një lloj hyrje në të gjitha atë madhështi të Kur'anit që Allahu ja ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wasalam në këtë sure, e cila madje mbetet shtyllë e namazit, e madje mbetet si një nga komunikimet e drejt për drejta me Zotin fuqiplot në grumbullin e kërkesave, në grumbullin e nevojave që besimtari ka t'ia shprehë Zotit e tij. Allahu subhanahu wa taala e ka mësuar njeriu që të kërkoj atë e cila është më e rëndësishmja, atë e cila është jetike, atë e cila njeriu i jep kuptim jetës së tij dhe jep kuptim ekzistencës së tij. Allahu subhanahu wa taala e ka thënë njeriu që të thotë Zotit ihdinas siratal mustaqim. O Zot, udhëzona në rrugën e drejtë, udhëzona në rrugën e qartë, udhëzona në rrugën e cila shpihet tek rahmeti dhe begatit e tua, udhëzona në rrugën e cila shpihet tek mëshira jote, udhëzona në rrugën e cila shpihet tek shpëtimi dhe tek shpërblimet të cilat ti ke përgatit. Kjo lutje, cilën besimtari ja ban Allahu subhanahu wa taala, nuk është thjesht një lutje, është pozicionim dhe është qartësim i pozicioneve mes robit edhe Zotit. Kush është ai që ka nevojë për tjetrin? Kush ka nevojë për Allahun subhanahu wa taala? Dhe nevoja jonë në këtë rast është nevojë për udhëzim, nevojë për dituri, nevojë për qartësim, nevojë për formim, nevojë për njohjen e realitetit të kësaj bote, nevojë për njohjen e pozicionit tonë këtë botë, nevojë për njohjen e rolit tonë këtë botë dhe përfundimin e këtij rrugtimi. Andaj Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet, pra neve po na thot, lutni Allahun subhanahu wa taala. Lutni, dhe në këtë rast kjo lutje sigurisht se tregon se njeriu nuk është i aftë dhe nuk është i gatshëm dhe nuk arrin dot asnjëherë ta gjejë të vërtetën dhe të arrijë në përfundimet e të vërtetës, nëse nuk i jep Allahu subhanahu wa taala nga dija e tij. Dhe nëse nisim nga ky parim, nga hadithi kutsi dhe nga ky ajet kuranor, atëherë neve na qartësohet pozicioni dhe e dim se nevoja jonë më e madhe në këtë botë është nevoja për dije. Diturim mbi të cilën ne kemi me i qartësu mendimet tona, ne kemi me i qartësu pozicionet tona, ne kemi pastaj me i përmirësu edhe punët dhe veprimet tona, ne kemi me arrit me kuptu rolet dhe përgjegjësitë dhe detyrat të cilat i kemi në këtë botë. Andaj nuk është e çuditshme që Allahu subhanahu wa taala në mesin e krejt obligimeve të cilat ka mund ta filloj shpalljen me to, Allahu subhanahu wa taala pejgamberit alayhi salatu wasalam në ajetin e parë, në komunikimin e parë me shpalljen dhe me përgjegjësitë të cilat pejgamberi alayhi salam do t'i ka, Allahu subhanahu wa taala zgjedh që të zbret ajetin Iqra, lexo në emrin e Zotit tan. Lexo në emrin e Allahut subhanahu wa taala, i cili ka kriju çdo gjë dhe i cili pastaj i ndihmon besimtarit në gjetjen e rrugës së drejtë, në gjetjen e asaj të cilën besimtari i nevojitet ose ka nevojë dhe arrin në jetën e kësaj bote. E pastaj Allahu subhanahu wa taala duke na mësuar se ku duhet të orientohemi pra, dhe ku është burimi, dhe ku është adresa, dhe ku është referenca për kërkimin e dijes, asaj dijes e cila dallon nga kërkimi i dijeve tjera, sepse ajo është e plot, sepse vjen nga krijuesi. Asaj nuk mund t'i gjesh mangësi, sepse vjen nga ai i cili nuk është i mangët. Ata nuk mund ta mbuloj errësira, sepse vjen nga ai i cili është dritë. E kështu me radhë njohje dhe kuptime të cilat neve është e domosdoshme që t'ja kujtojmë vetes tonë. Ne sot shohim njerëz që dinë, kanë arrit dhe arrin, mirë po nëse i mungon esenca,
burimi dhe referenca e duhur nga është marrë ajo dituri, pse të duhet ajo dituri, çfarë nevojitet që të arrish atë dituri, cilat janë objektivat nëse arrin atë dituri, padyshim se shpesh herë damet dhe shkatrimet dhe fesadi që ka ardhur si rezultat i kësaj diturie është shumë i madh. Andaj Allahu subhanahu wa taala pasi po na tregon nevojën tonë për dije dhe po na tregon se ku është burimi i kësaj dije dhe po na tregon se përmes dijes mund të arrihen gjitha, Allahu subhanahu wa taala na tregon në librin e tij Kur'anin se është fjala Allahu subhanahu wa taala ajo e cila është e domosdoshme që të kthehemi në kërkimin e diturisë dhe në formimin tonë. Thot Allahu subhanahu wa taala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Na ta kemi zbritur Muhammed një Kur'an. Na ta kemi dhënë një referencë, na ta kemi dhënë një burim të dijes përmes cilit ti do të arritësh që ti largosh dhe ti nxjerrësh njerëzit nga errësira për në dritë, nga errësira e mosbesimit, nga errësira e devijimit, nga errësira e shpirtlikësisë, nga errësira e mangësive të shumta që njeriu ka dhe nëse ato nuk i menaxhon si duhet, padyshim se rezultatet e tyre janë shumë të dëmshme. Andaj ky Kur'an, ky burim, kjo referencë në Allahu subhanahu wa taala na ka ofruar, është ajo përmes cilës ne arrijmë që të dalim nga errësira në dritë, nga errësira e të gjitha errësirave në dritën e qartë e Islamit. E pastaj Allahu subhanahu wa taala e shoqëron me një ajet tjetër ku thot wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ne kemi plotsu, ne kemi kompletu fjalën e Allahut subhanahu wa taala, pra fjalën e Zotit tan, e cila është e plot edhe nga vërtetësia edhe nga drejtësia. Ky Kur'an nuk i vjen e kota para e as mrapa. Ky Kur'ani nuk arrin dikush që të sjell diçka të ngjajshme me të. Ky Kur'an nuk ka ardhur që t'ja marrë anën e caktuar dikujt, apo të jetë në favorin e dikujt, apo të ndryshoj mbaz të tekeve edhe lakmive edhe qefe të dikujt. Jo, ky Kur'an është plotsu me vërtetësinë e tij dhe me drejtësinë absolute të Allahut subhanahu wa taala, pavarësisht se në raport me kënd ka të bëj mësimet e tij, urtësitë e tij, formimet e tij që Allahu subhanahu wa taala i ka sjellë që të jenë norma të njeriu. Andaj kur po flasim për diturinë dhe nevojën tonë për këtë dije, është tepër e nevojshme që ta kuptojmë vëllezër dhe motra. Ju që na ndëgjoni, ju që keni mundësi këto momente ta keni një pasqyrë të qartë se çka po bëjmë thirrje dhe ku është thelbi dhe esenca e të gjitha përmirësimeve tona, po njëkohësisht edhe të gjitha dështimeve tona. Ky Kur'an na mëson që t'i shohim disa gjëra të cilat madje edhe nuk duken në aspektin e përgjithshëm. Nuk duken në aspektin e jashtëm. Ajo që shpeshherë njerëzit i mashtron, ajo që shpeshherë njerëzit i vendosin në lajthitje, ajo që shpeshherë njerëzit i bën që të kenë paragjykime edhe të kenë mendime të caktuara për shkak të gjykimeve të tyre të caktuara. Allahu subhanahu wa taala përmes kësaj dije dhe formimit ton, përmes këtij Kur'ani dhe mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, na sjell edhe para një gjendje që besoj dhe shpresoj që është shumë e nevojshme që ta kuptojmë. Allahu xhalla shanuhu kur i përmend dituritë e njerëzve, nuk i mohon ato, të arritur aty nuk i mohon ato, përparimet e tyre nuk i mohon ato, ama Allahu xhalla shanuhu na tregon diçka. Dhe kjo është ajo që e ka dhe e gjen besimtari tek mësimet e Zotit dhe udhëzim e tij dhe nuk gjendet dikun tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya. Të tjerët që kanë arrit, çfarëdo që kanë arrit, thot Allahu xhalla shanu aty nuk mungon diçka, sepse kanë arrit me njoft dhe me ditë vetëm ato të jashtmet e jetës së tyre. Ata kanë njohuri, ata kanë dituri, ata kanë arrit, ama kanë arrit që e tëra ajo të jetë vetëm në të jashtmen, duke hub shpirtin, duke hub
parimet, duke hub moralin. Andaj mjafton që t'ja hedhim një shikim të kaluarës edhe tashmes edhe çdo herë të gjithë atyre të cilët gjykojnë dhe mendojnë dhe veprojnë në bazë të dijes dhe arritjeve të tyre të shkputura nga mësimet e fesë, të shkputura nga mësimet e Allahut subhanahu wa taala, ne kemi me pasë shpesh herë ato damet të cilat kanë arrit për shkak të zbulimeve të caktuara, mësimeve dhe diturive të caktuara, të cilat kanë mbetë si rezultat i mosnjohurive dhe mosformimit të duhur në shpirt, në edukat, në njerëzillëk, në e kështu me radhë, ato shpesh herë janë shumë më të damshme sepse fokusohen vetëm në të jashtmen, duke e lënë mangu ata që është rrënjësore dhe parsore e që është e brendshme e njeriut, lidhja ti me Zotin, karakteri ti e kështu me radhë. Pastaj mjafton që të hedhim një shikim një historie që Allahu subhanahu wa taala na jep në Kur'an. Një histori e cila është e mahnitshme për nga kuptimi dhe përmbajtja saj. Allahu subhanahu wa taala në surën Qasas na përshkruan një moment shumë interesant mes pejgamberit të tij Musa alayhis salam, popullit të tij dhe faraonit dhe njerëzit kryesor të faraonit që ishte Karuni. E ku Allahu subhanahu wa taala thot Karunit i kemi dhënë thot Allahu xhalla shanu pasuni ma inna mafatiha, do të thonë vetëm çelësat e pasunisë është dash burra të mëdhej me i bart ato. E një ditë për ditëve Karuni ka vendos dhe e ka bën një ekspozim të asaj cilën ai e ka posedu. Dhe në momentin që ka dalë me pasuni, ka dalë me të gjitha ato të cilat ai i ka posedu, sigurisht se një pjesë e njerëzve Allahu subhanahu wa taala e përshkruan edhe kanë thonë sikur të ishim edhe në vendin e tij. Kush janë këta? Thot Allahu subhanahu wa taala duke i përshkruar këta njerëz, thot Allahu subhanahu wa taala ata të cilët e dëshironin jetën e kësaj bote. Qala alladhina yuhibbuna al-hayata ad-dunya. E thanë ata të cilët e donin jetën e kësaj bote. Pra ata të cilët kishin lakmi, ata të cilët i morën lakmi Karunit për pasuninë e tij, pavarësisht si e kish fitu dhe pavarësisht si e shpenzonte ata. Dëgjoni me vëmendje, sepse kjo është madhështia e Kur'anit. Pra ata të cilët i lakmuan Karunit në ato të cilën ai e posedonte, pa se si e kishte fitu dhe pa se si e shpenzonte, i morën lakmi. Thot Allahu xhalla shanuhu, pastaj duke na tregu për ata të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka begatu. Wa qala alladhina utul ilm. Allahu subhanahu wa taala po e përshkruan tash kategorinë e dytë, njerëzit një grup tjetër, dhe than ata të cilët kishin dituri. Nuk tha Allahu xhalla shanu se këta nuk e lakmuin jetën e kësaj bote, e nuk po kanë dëshirën pasuni. Jo, se nuk ka njeri që nuk ka dëshirën pasunie, nuk ka dëshirën të arritura të kësaj bote. Madje kjo nuk është ndaluar fetarisht. Por Allahu subhanahu wa taala po na tregon se dallimin e pamjen e asaj cilën Allahu u ka dhënë të tjerëve është pikërisht dituria. Thot Allahu xhalla shanu dhe atyre të cilëve është dhënë dije, ata të cilët patën dije, ata të cilët patën formim, aty nuk i bani përshtypje kjo, sepse ata e kuptuan dhe e ditën se ajo cilën e ka arrit Karuni dhe në shërbim të asaj që është Karuni nuk është e dobishme. Nuk i duhet. Andaj kjo dituri cilën Allahu subhanahu wa taala na ka mundsu dhe na ka dhënë përmes cilës ne kemi me njoft Allahun subhanahu wa taala, kemi me njoft qëllimin e krijimit, kemi me njoft parimet, kemi me njoft bazat e jetës, kemi me njoft qëllimin e krijimit, pse jemi këtu e kështu me radhë, padyshim se i bashkangjitet të gjitha këtyre edhe kuptimi edhe i jetës, edhe i pasurisë, edhe i pozitës, edhe gjithçka që Allahu subhanahu wa taala u ka bën njerëzve në jetën e kësaj bote. Pozicionimi i njeriut përballë të gjitha këtyre është përcaktues i esencës së tyre, fitimtar apo humbes qofshin ata. Sigurisht se ky kuptim është nga kuptimet e mëdha që Allahu subhanahu wa taala na ka dhënë në librin e tij, në Kur'anin famlar, për të lënë radhën pastaj mësimeve dhe urtësive të cilat neve na duhen në jetën praktike të jetës së kësaj bote, pa të cilat sigurisht se ne nuk mund të llogaritim se e kemi kryer misionin për cilin jemi këtu, çdo mangësi në kryerjen e misionit për cilin jemi kriju do të thotë dështimi joni dhe përfundim i hidhur dhe i padëshiruar. Cilat janë ato, do të shohim në pjesën e dytë pas një pauze të shkurtër.
Por rikthehem pas kësaj pauze të shkurtë të nderuar shikues me trajtimin e kësaj teme. Kësaj teme e cila mendoj se është një nevojë jo vetëm e përditshmërisë sonë, por madje e tejkalon edhe nevojën e përditshmërisë. Andaj thot Imam Ahmedi se nevoja e njeriut për dituri, e kur po flasim pra për dituri, e keni qartë nga pjesa e parë se për çfarë diturie po flasëm. Për diturinë e cila burim të saj e ka Kur'anin, burim të saj e ka hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse flasim për këtë, thot Imam Ahmedi duke vazhduar në trajtimin e kësaj, thot nevoja jonë për dituri është nevojë më e madhe se sa e njeriut për bukë edhe për ujë. Pra, nëse dikush ka nevojë për bukë edhe për ujë disa herë gjatë ditës, thot Imam Ahmedi, nevoja jonë për dije është në çdo frymarrje. Nevoja jonë për dije është në çdo frymarrje. Dhe kur po flasim për këtë dituri, po flasim për diturinë përmes cilës ne e njohim krijuesin. Po flasim për diturinë përmes cilës ne arrim që ta njohim të mirën dhe të keqen. Po flasim për diturinë e cila është formim dhe është jetë e secilit prej neve. E kur po flasim pastaj për diturinë dhe bashkangjitja e cilës është diturinë që e kemi marrë prej Islamit, ose ato të cilën e ka mësuar Islami, a duhet dikush nga ne të njihet inferior për çfarëdo arritje të dikujt tjetër, në qoftë se atina i mungon diploma dhe i mungon dëshmia se e ka marrë licencën dhe dëshminë e bardhëve të fjalës së Allahut. Nëse në jetën e kësaj bote shohim njerëz që bëjnë gara dhe sigurisht se privilegjet e tyre gjatë jetës nuk janë të pakta, në qoftë se dikush ka arrit që të studiojë në filan universitetin, të ketë dhe të bartë diplomen e filan kolegjit, të ketë dëshminë e filan profesorit e kështu me radhë. Të gjitha këto nuk janë të pavlefshme, janë shumë të rëndësishme, i duhen njeriut dhe janë të mirëseardhura për ngritjen e intelektuale të njeriut dhe kthimin e krejt kësaj në dobinë e vetë personit të pastaj dhe në dobinë e tjerëve. Ama çfarë mund të themi të tërë kësaj, nëse i mungon në sirtarët e tij dhe në atë murin e madh të dëshmive, nëse i mungon diploma dhe dëshmia e kalimit të mësimeve të Zotit. Çfarë mund të vlen ato mësime nëse e tëra ajo ka përfundu në udhkryqet e besimit, e madje shpesh herë edhe në dalje në pozicione të kundërta të asaj për cilën jemi kriju, e shpesh herë edhe në fatkeqësisht në sulmet e asaj cilën ka ardhur nga Zoti i botrave dhe i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilën Allahu subhanahu wa taala i ka thonë li tubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim, ti o Muhammed kimi u bot gjartë, kimi u qartësu, kimi u detajzu dhe kimi mësu ato të cilën aty në ju ka ardhur nga Zoti i botrave. A mjafton? A nuk mjafton krenaria? A nuk mjafton rahatia? A nuk mjafton mburja? Jo mburje para të tjerëve, por mburje dhe kënaqësi shpirtërore e bardhëve të fjalës së Allahut subhanahu wa taala, se ata kanë mri me u mësu dhe me u eduku nga Zoti i botrave. Kush mund ta kompleksoj dhe kush mund të dal ball dikujt i cili është bardhë i fjalës së Allahut, dhe jo vetëm bardhë formal, por bardhë me jetësim, bardhë me bindje, bardhë me formim e të gjitha këtyre mësimeve. Betohem në Zotin e Madh se të gjitha e tërë ajo situata që shpesh herë kalojmë në dyshimet tona, në mangësitë tona, në
atë gjendjen komplekse dhe të paqartësive tona ka ardhur vetëm si rezultat i kësaj shkputje dhe i mos jetësimit dhe bindjes së këtyre mësimeve dhe bashkangjitja e kësaj se ne i kemi marrë këto nga Allahu subhanahu wa taala, nga Zoti i botrave, që në pejgamberit alayhi salatu wasalam ja ka zbrit për këtë ajet duke i thënë atij që ti duhet t'ua plotësosh, t'ua kumtosh e të mësosh ata rrugë të cilën përveç këtyre begative, këtyre privilegjeve, këtyre gradave, është rrugë e cila lehtëson dhe garanton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men salaka tariqan yaltamis fihi ilma, ai që ndjek rrugën përmes cilës ka me arritë dituria e dobishme, dituria burim, referencën e ka qiellin, Allahun subhanahu wa taala, e ka islamin, fen Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi ka thënë Allahu xhalla shanuhu ka më lehtësu këtë njeri rrugën për xhenet. E pastaj pejgamberi më ka treguar çdo kujt që dëshon hajrin e dunjës dhe të ahiretit se ai duhet të kthehet tek dituria. Njohja se ne me të padijshëm dhe se gjithçka që na mëson Allahu subhanahu wa taala. E ai nuk na ka lënë mongo asgjë as në librin e tij, e as pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj ka thënë pejgamberi me yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi din, ati cilet Allahu ja don të mirën, ja mundson fikun në fe. Ja mundson kuptimin e fesë, ja mundson me njoft kush është krijuesi i tij, ja mundson me njoft çka don krijuesi i tij në këtë dunjë. Pra cilët janë kufet që Allahu xhalla shanuhu nuk don robi i tij me i shkel, cilët janë punë që Allahu xhalla shanuhu don robi i tij me bën. Cili është morali që Allahu subhanahu wa taala don nga ne që ta veshim atë petk dhe cili është morali që Allahu nuk don prej neve që ta veshim atë petk, sepse feja nuk ka ardhur teori. Feja nuk është dogmë e cila mbetet në imagjinatën e njeriu të mësimet dhe udhëzimet e tij, por ka ardhur praktikisht. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, kam ardhur dhe detyra ime është që t'ua plotësoj, e t'ua kompletoj, e t'ua dho të gatshme normat e moralit, besimit, sjelljes, edukatës, se si duhet të jetojnë në jetën e kësaj bote. Andaj, kjo e veçantë të cilën e kanë mësimet e fesë, udhëzimet e fesë, sepse e kanë privilegjin se ato janë mësimet e Islamit, burimi i cila është Allahu subhanahu wa taala dhe dërgumi i tij. Andaj besimtari në momentin që e hjeshon veten e tij me mësimet e fesë, në momentin që e formon veten e tij me formimet e fesë, ai nuk ka frikë për asgjë, sepse në asnjë moment dhe këtë të kisha lutë me vëmendje, vlla, motër, çdo kush që tani jeni para ekranit dhe po na ndëgjoni dhe po na shehni, nuk ka mundësi besimtari me u pajis me besimin i cili del si rezultat i Kuranit dhe Sunetit. Nuk ka mundësi besimtari dhe besimtarja me e vesh petkun e sjelljes, edukatës dhe të moralit që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Dhe në një farforme ajti të bartës i dëshmis, i shahadetit, i shahades, i diplomës, dhe bartës i certifikatës, i certifikum nga mësimet e Zotit. Çfarë do që banë, kur njët nuk ka mundësi me unë i tërpënum. Kur njët nuk ka mundësi me ullë kokën para dikuj tjetër. Kur njët nuk ka mundësi me unë i marginalizum për shkak të asaj të cilën ai e bartë. Në asnjë rrethon, mjafton kjo si krenari e formimit të secilit besimtar se ai do të flet lirshëm të gjitha ato të cilën e ka marrë nga licenca e Kuranit dhe Sunetit. Ai vepron shlirshëm çdo punë që ka dalë si rezultat i Kuranit dhe mësimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe si e tillë ka arrit me largu nga vetja e tij çdo ngarkesë të kësaj bote, çdo dëshim të kësaj bote, pavarësisht ku gjendet dhe pavarësisht në çfarë mesi dhe çfarë rrethi është. Dhe çdo herë, nëse besimtari nihet i nënçmuar për shkak të veprimeve të tij, ose i dëshpëruar për shkak të veprimeve të tij, ose domethënë nuk e ndin veten madje të paktën të barabartë me të tjerët, le ta di se ka ardhur rezultat i mangësive të diturisë dhe formimit të tij të duhur, sepse ai i cili është njohës
i Allahut subhanahu wa taala, adhurues vetëm i Zotit fuqiplot, rob vetëm i Allahut subhanahu wa taala dhe shembull, model dhe lider të jetës së tij e ka pejgamberin e sa, ai nuk ka mundsi asnjëherë me uni i dëshpëruar e as i zhgënjym për shkak se i tilli është në rrugën e xhenetit, sepse dituria e tillë e çon për në xhenet. I tilli është praktikues i moralit, cilën pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ardhur dhe me këtë mision dhe me këtë detyrë. E pastaj, nga kuptimet e mëdha dhe nevojat e mëdha të këtij formimi, është se kjo dituri dhe ky formim besimtarit një jep një diçka të cilën nuk e gjen dikun tjetër, nuk e ka dikun tjetër, nuk mund të arrijë dikun tjetër. Ajo është lidhja e tij e brendshme me Zotin fuqiplot. Ajo lidhja të cilën besimtari arrin përmes këtij formimi dhe përmes kësaj diturie dhe përmes këtyre veprimeve, është ajo që e ndryshon në veten e tij, e ndryshon në brendësinë e tij. Ne shpeshherë shohim njerëz të cilët kanë ngarkesa të mëdha, telashe të mëdha, prekupime të mëdha, për shkak se shpeshherë e shohin se e tërë bota jo ka faj. E tërë bota është fajtore për gjendjen të cilën ai është. Dhe shpeshherë kërkimin e ndryshimit e bën dikun tjetër dhe në fund del i dëshpëruar për shkak se mungon ajo cilën Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë njeriu, e që Allahu subhanahu wa taala është e qartë se njeriu t'i ka thonë inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e dikujt, nuk e ndryshon gjendjen e një populli madje, derisa ata ta ndryshojnë vetveten e tyre. Derisa ata ta ndryshojnë bindjen e tyre, derisa ata ta ndryshojnë formimin e tyre, derisa ata ta ndryshojnë lidhjen e tyre me Allahun subhanahu wa taala. Andaj kjo është dituria që ne po synojmë ta fitojmë, ta marrim, ta përvetsojmë gjatë kësaj serie të përbashkët, të cilën do ta bëjmë e do ta ndjekim hap pas hapi me lejen e Allahut subhanahu wa taala, që të arrijmë ta ndryshojmë nga brendësia jon të jashtmen, edhe pamjen, edhe dynjan, edhe prezencën, edhe sprovën, edhe ahiretin, edhe punë cilat i bojnë zullumçart, edhe afatin që jap Allahu subhanahu wa taala të tjerëve, edhe rolin ton këtu, edhe çdo gjë e cila do të na ndihmojë në realizimin e asaj që është qëllim i krijimit, e cila nuk arrihet ndryshe pos me diturinë të cilën Allahu subhanahu wa taala e mbjell në zemrat e besimtarëve. Andaj Ibn Qayyim thotë el-ilmu hayatul qalb, dituria, ky formim është jeta e zemrave, nga se aty buron pastaj ndryshimi, forca e ndryshimit të çdo gjëje, edhe të fjalëve tona, edhe të veprave tona, edhe të adhurimeve tona, edhe forca e ndalesës tonë para kufeve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe e tëra kjo pastaj të bëhet me knatësi, të bëhet duke shpresuar në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala dhe të bëhet duke e përjetu ato të cilën sigurisht se nuk e përjetojnë ata të cilët Allahu subhanahu wa taala nuk ka dhënë këtë dritë, e cila sigurisht se mungesa e saj është mangësi e madhe. Pra, le ta kuptojmë se ne jemi të paditur në këtë dynja dhe adresa e kësaj diturie është lutja e Allahu subhanahu wa taala që të na jap dituri, e madje Allahu subhanahu wa taala nuk i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe përmes saj as neve në asgjë tjetër në këtë dynja që ta lutim Allahun të na shtoj përveç se diturisë. O kur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Zoti im më shto diturinë. Dituri e cila sigurisht se do të na bëj që të shohim qartë, do të na bëj që ta largojmë çdo mjegull të paqartësive dhe dyshimeve, do të na bëj që ta njohim krijuesin, ta njohim qëllimin e krijimit, e pastaj të ecim drejt asaj për cilën sigurisht se jemi krijuar, që është arritja e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. E tëra në fund pastaj përfundon me ata që Allahu xhalla shanuhu ka garantuar dhe na ka thënë se kush është besimtar dhe besimtarën këtë botë, pra i beson Allahut subhanahu wa taala, qoftë besimtar ose besimtare, la nuhyiyannahu hayatan tayyiba, ne atyre kemi mua mundsu me jetu jetë të mirë, jetë e cila vjen si rezultat i kuptimeve dhe i formimit të duhur. Los Allahun subhanahu wa taala që të na bëj Zoti të bereqetshëm
në atë të cilën e flasim, e në atë të cilën në ndëgjën ju, e ky komunikim i jon i përbashkët, lutja Allahun xhaleshanu që të jetë i bereqetshëm, sepse para se të dalim para juve me fizikun tonë dhe trupat tonë fizik, sigurisht se dalim para juve me lutjet tona më të sinqerta, me duat tona më të sinqerta për juve, për çdo kënd që Allahu subhanahu wa taala ja ka mundsu që të ndëgjoj këtë fjalë dhe të na bëj Allahu subhanahu wa taala bashkëtar për tek mëshira e tij dhe rahmeti i tij. Lutë Allahun xhaleshanu që të na bëjë nga ata që të ndëgjojmë fjalët e pasojmë me pasimin më të mirë. Deri në takimin tjetër, Allahu subhanahu wa taala ju pas mëshirën dhe rahmetin e tij, e qoftë i kënaqur me ne.